Mirupafshim Shqipëri, u përfol për kryeministrat teknike, Lea Ypi njoftoi largimin nga vendi. Ditët e fundit në mediat shqiptare është përfolur sërish dhe abuzuar me emrin e shkrimtares dhe akademikës e njohur Lea Ypi si një kandidate e mundshme për kryeministët e qeverisë teknike në Shqipëri. Emri i saj është komentuar edhe nga kryetari i PD-s Ali Berisha, duke mos rrëzuar tërësisht si kandidaturë. Por këto zëra hidhen përfundimisht poshtë nga vetë Lea Ypi, teksa ditën e djeshme ajo me anë të një shkrimi në rrjetet sociale njoftoi se do largohet nga Shqipëria. Në fjalët e saj, Ypi theksoi se ditët e fundit ka qenë ekspozuar ndaj shpifjeve dhe konspiracioneve të ndryshme, por ka zgjedhur t'i lërë pas. Ajo ndal te përvoja e takimeve me qindra lexues dhe brezat me bindje të ndryshme, duke vlerësuar guximin e të rinjve për t'u përballur hapur dhe pa maska. Ypi tha se këto emocione dhe shkëmbime idesh mbi fatet e botës dhe Shqipërisë do t'i mbajë me vete. Mirupafshim Shqipëri. Llaçin e shpifjeve dhe pluhurin e konspiracioneve biografike, ideologjike, gjeopolitike, sociale, materiale e saj sa të tjera, më kanë dëgjuar veshët e parë syt për veten këto ditë, t'i kem lënë në derë. Në fundit, hiçi digital mediatik mbi diçka duket ngritur edhe atij grushti logosh, ku tek arsyeja lirohet vetmia, trishtimi, mbledhjet, dështimi e varfëria e mendimit, shfrytëzimi pa burria, t'i mbushet mendja se mbase diçka është. Por emocionet e takimeve të këtyre ditëve me qindra njerëz vërtet, lexues të gjithë çfarë brezave, bindjes politike, përvojash historike, me aq shumë pyetje, vërejtje, komente, kritika, fjala nxitse e të rinjve të rejave, negocim për të parë në sy, për të përballuar pa ushqerë lloj-lloj pseudonimesh e maska karnavale, shkëmbimet tona me sfatave të botës e këtij katundit ton, skutave të historisë dritës që jep arti në kërkim të vërtetës, të gjitha këto i mbaj me vete, tha ajo.